Partia Socialiste ka reaguar në lidhje me ritmin e ngadalt të numërimit të votave pas zgjedhjeve të 11 majit. Zëdhënësja për zgjedhjet pranë Partisë Socialiste, Silda Çepe, në një deklaratë për mediat u shpreh se zvarritja e procesit është e pajustifikueshme dhe se ndikimet politike ndaj numëruesve janë të dëmshme për vetë ata që i ushtrojnë. Çepe theksoi se mbi 40% e votave janë tashmë të numëruara dhe rezultati është sipas saj qartë si drita e diellit, ndërsa u shpreh mirënjohëse për qytetarët dhe stafet që i garantua një proces të qetë dhe të rregullt. Do të jetë e vështirë të gjenden fjalët për të falenderuar të gjithë qytetarët që përmbushën detyrën e tyre demokratike dhe patriotike duke votuar masivisht në një pjesëmarrje domethënëse. Tani është koha ta çojmë drejt mbylljes me dinjitet qytetar dhe me bindje ligjore këtë ushtrim të bukur demokracie. Zvarritjet e procesit të numërimit janë të pajustifikueshme në sytë e popullit sovran. Duke nënvizuar rëndësinë e përfundimit të procesit me standarde të larta, ajo apeloi për respektim të ligjit dhe integritetin nga ana e komisionerëve dhe numëruesve. Çdo vot duhet të numërohet me respekt dhe për ulësi për çdo votues. Prandaj, ju bëjmë thirrje të gjithë komisionerëve dhe vëzhguesve që të respektojnë ligjin dhe të vazhdojnë punën për ta përmbyllur me sukses dhe me standarde sa më të larta procesin deri në shpalljen e rezultatit final, pa rënë prej ndikimeve politike dhe pa luajtur me zjarrin e ligjit. Ky reagim vjen në një moment që procesi i numërimit vijon në disa qarqe të vendit, ndërsa priten rezultate përfundimtare që do të konfirmojnë përbërjen e re të kuvendit.